Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotërinj, miq dhe të ftuar, të dashur kolegë, të dashur teleshikues, kudo që na ndiqni, kudo që na përcjellni në këtë mbrëmje gala, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të bëni pjesë e jona në mbrëmjen e parë të këtij lloji që nderon protagonistët e televizionit publik shqiptar. Janë çmimet televizive të vitit 2007. Ju falenderit. Shpresojmë që të fillojmë kështu një eveniment traditë në televizionin publik shqiptar. Një traditë të vëmendjes për punën, të vëmendjes për njëri tjetrin. Shpresojmë që fillojmë një traditë të një ritmi vjetor të aktiviteteve në televizionin publik shqiptar. Po pa dashur që të zgjatem shumë në këtë prezantim hapës, sot kemi një mbrëmje të gjatë sonte me shumë protagonist, me shumë fitues. Dëshiroj që pa humbur kohë të ftoj pranë meje në skenë iniciuesen e kësaj mbrëmje, ideatoren e kësaj mbrëmje, drejtoren e televizionit publik shqiptar, zonjën Mirela Oktrova. Mirëmbrëma Mirela. Së pari falenderoj në emrin tim personal dhe në emrin e gjithë kolegëve të pranishmëve në këtë mbrëmje të mrekullueshme. Faleminderit për idenë dhe për këtë iniciativë fantastike. Si lindi kjo ide? E para ju falenderoj gjithëve që jeni këtu. Faleminderit që keni ardhur. Faleminderit që bëheni pjesë, sepse jeni në të vërtetë, e familjes së madhe të televizionit publik shqiptar. Të gjithëve faleminderit. Pikërisht le ta nisim këtë vit të ri me një kredo të re. Me një televizion shqiptar që nuk ka më ndroje të shohë brenda vetes, dhe aq më pak të shohë rreth rrotull ti. Televizioni publik shqiptar ishte televizioni që hodhi themelet e medias televizive në Shqipëri dhe që nxori dhe vazhdon të prodhoi, vazhdon të nxjerrë figura televizive, gazetar, specialist, emra. Faktet flasin vetë. I ndjekim.